Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot në ditën e fundit të ndërrimit të viteve kemi vendosur ta kalojmë në shtëpinë e një familjeje të ngrohtë shqiptare, në shtëpinë e një mami inovative, e cila sot ka vendosur të na tregojë rreth jetës së saj, rreth familjes së ngrohtë që ka, fëmijëve, por rreth një libri shumë interesant për fëmijët, të krijuar nga inteligjenca artificiale. Por për të zbuluar më tepër rreth saj, unë jam këtu me Alice. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na erdhe dhe shumë faleminderit që në këtë ditë festive zgjedhët të vizitoni familjen tonë. E ku ka më bukur ta nisnim ditën në një familje të ngrohtë bashkë me djalin tuaj. Ju keni dhe një djalë tjetër pak më të vogël, por na trego pak rreth vitit që po lëm pas. Si ishte 2025 për ju? 2025 ishte një vit shumë i ngarkuar, me thënë të drejtën për mua, duke qenë se po merrem edhe me dy fëmijët e mi, jam përkushtuar që t'i rris me mundin tim dhe paralelisht shikoj domethënë dhe mama të tjera që po bëjnë të njëjtën gjë dhe mendoj se sot dua t'i jap atyre domethënë një zë që t'i them bravo, bravo që po rrisni fëmijët tuaj, ndryshe nga çka kanë bërë prindërit tanë që kanë vrapuar gjatë gjithë kohës mbas punëve, mbas jetës së vështirë që ata kanë kaluar, por dhe ne mamat e sotshme jemi mama krenare. Po nga 2026, çfarë prisni? Si mendon që do jetë viti i ardhshëm për ju? Mendoj se 2026 mund të jetë një vit pak më i mirë për të gjithë ne. Jemi duke pritur që të ndryshojnë shumë gjëra dhe mendoj se çdo vit që rritemi, shikojmë dhe te vetja jonë më shumë kërkesa, shikojmë arritje, shikojmë që shpresën se e reja do na sjellin ndryshimin e mirë dhe e mira do ketë për neve atë qetësinë mendore, dashurinë familjare dhe fëmijët pastaj që janë gëzimi i jetës tonë. Na trego pak se si keni vendosur ju ta festoni sot natën e ndërrimit të viteve, duke qenë se ju kemi ardhur pak herët në shtëpinë tuaj, por cila do jenë përgatitjet, si do veproni ju sot? Ky vit, si çdo vit, domethënë neve fillojmë bëjmë përgatitjet edhe disa ditë më përpara. Fillojmë blejmë gjërat që të mbledhim shtëpi, gjithë ushqimet që nevojiten për natën e vitit të ri. Mundohemi që këta të vegjit t'i vendosim pak në punë, të bëjnë një punë të vogël, të paktën të rregullojnë lodrat e tyre. Dhe më pas merremi me gatimin, dihet që është një gjë që të gjithë e presim atë sepse duam të bëjmë ndoshta diçka të veçantë, duam të tregojmë ndonjë gjë dhe më ekstra, tani jetojmë edhe në botën e internetit, duam të tregojmë edhe të tjerëve që na ndjekin në rrjet, shiko se unë sot e bëra sallatën ruse ndryshe nga ty. Kështu që mendoj se do dali shumë festë e lezetshme këtë vit. Një nga arsyet që ne kemi ardhur këtu në shtëpinë tuaj është dhe krijimi një libri për fëmijët nga ju me inteligjencë artificiale, por na trego pak rreth tij dhe pse kjo zgjedhje? Duke qenë se kam qenë një vajzë që në kohën para se të bëhesha mami, kam qenë shumë angazhuar me punë, kam qenë e vetë punësuar, kam qenë gjatë gjithë kohës nga mëngjesi në darkë duke u marrë me biznesin tim dhe ishte diçka shumë ndryshme në momentin që u bëra mami. Okej, mami është punë 24 orë, është një punë që të lodh. Por paralelisht thua, a po bëj mjaftueshëm, a jam e aftë që të bëj dhe gjëra të tjera përveç se të bëj mamin? Dhe mendova se doja të krijoja diçka, duke qenë se jam rritur në një familje me prindër artistë, të cilët kanë krijuar gjatë gjithë kohës, edhe unë u rrita me atë frymën që krijimtaria do të sjelli diku, krijimtaria do sjelli gjëra që të plotësojnë shpirtin dhe të plotësojnë edhe ëndrat. Dhe kjo është ndoshta gjuha e re që neve po na ofrohen në këto vite që ne po jetojmë. Inteligjenca artificiale mund të përdoret nga forma nga më të ndryshmet dhe mënyra që të përdoret bukur është ndoshta mënyra se si ofrohet fëmijëve një gjë interesante, të cilët janë tani në një fazë tjetër dhe ata do katapultojnë ndryshe në teknologjinë e viteve në vazhdim. Nuk do jenë siç ka qenë brezi im, por ky pritet që tani me inteligjencën artificiale. Kështu që duke u afruar që tani në një mënyrë të thjeshtë, në një mënyrë që e përkrah me dashuri dhe me krijimtari, mendoj se do i afërsohen më kollaj inteligjencës artificiale brezit tyre. Çfarë mesazhi dhe vlerash përpiqet të transmetojë ky libër tek fëmijët i krijuar me inteligjencë artificiale?
Unë mendoj se ky libër është përshtatur më shumë grup moshës, 1 vjeç, 2 që janë pak më të vegjël dhe fillojnë dhe kuptojnë botën më ndryshe. Në atë moment ata fillojnë dhe të personifikohen me personazhet rreth tyre dhe aty kuptojnë se kush është polici, kush është zjarfiksi, kush është doktori dhe siç e kemi pasur dhe ne në traditën tonë që sa po lindin fëmijë duam çfarë do bëhen kur të rriten, çfarë do bëhen kur të rriten, kur fillojnë dhe marrin këmbët, marrin nënat ato tepsitë dhe shikojnë se çfarë do bëhet mjek, do bëhet në një fotograf apo do bëhet në një piktor dhe duan të shikojnë se çfarë do realizojnë fëmijët në të ardhmen. Dhe ky libër me atë është krijuar që fëmijët të njihen me personazhet, të njihen me personifikimin e tyre dhe duke qenë se është libër i personalizuar, ata shikojnë vetëm këtyre direkte aty dhe thonë, "Ua sa bukur, unë që kam një zjarfikës që sot do shpëtoj një mace që është në rrezik, apo unë jam një doktor dhe do shpëtoj Arushin që është sëmurë sot, si do veprojmë?" Pra përveç se ju mëson pak pjesën e personifikimit identifikimit të roleve në shoqëri, ju tregon atyre dhe se sa të kujdesshëm duhet të jenë. Duhet të jenë në sjelljen me prindrit, me vëllezërit e motrat, apo dhe nëse deshe do të jenë në një kopësht apo në një shkollë. Ju personalizoni libra edhe për fëmijët e tjerë, por edhe për fëmijët tuaj, por na trego pak se si është procesi i krijimit të tij. Ju flisni me prindërit në fillim, merrni detaje nga ata për fëmijët e tyre dhe krijoni më pas, apo është i krijuar nga imagjinata juaj? Siç thash, domethënë jam marrë me një pjesë të jetës time me krijimtari dhe këto gjëra më lindin shumë natyrshëm. Në momentin që unë kontaktoj me prindërit që dëshirojnë të bëjnë një porosjenkas për fëmijën e tyre, unë gjithmonë i pyes, çfarë ka ndonjë gjë interesante që do ta shpalosim në faqet e tij? Çfarë ka ndonjë gjë që ka shumë të përvetësuar që ai ka qef ta shikojë aty? Ka fëmijë për shembull që ka një lodër shumë të preferuar dhe gjatë gjithë faqeve ai ka lodrën së bashku me të. Por doja të theksoja që këto libra, përveç se janë libra që ngelen kujtima dhe në vazhdimsi në jetën e tyre ata do ta mbajnë mend, se shikoj tek vetja ime kur kam qenë e vogël, një libër që më ka dhënë shumë impakt, vazhdoj dhe kam edhe sot që jam një mami me 2 fëmijë. Këto libra ndihmojnë shumë edhe për fëmijët që kanë nevoja speciale ose kalojnë problematika në jetën e tyre, për shembull kur humbasin një familjar apo kur kanë një problem shëndetësor. Pra, është një libër i cili në rrugëtimin e jetës së tyre i ndihmon për të kuptuar se ku po kalojnë. Si ka qenë impakti i parë i fëmijëve me këtë libër në rast se keni biseduar me prindërit dhe ju kanë treguar rreth tyre, por edhe i fëmijëve tuaj, si kanë reaguar? Po, këtë ka të mirë ky moment që unë jam duke u aktivizuar me këtë krijimtarinë e librave, sepse kam djalin tim të parin që unë testoj çdo gjë tek ai. Në momentin që filloj dhe i krijoj në kompjuter, ja tregoj një herë dhe i them si të duket kjo, po kjo tjetra, dhe ai më tregon deri disi indicen që çfarë i pëlqen më shumë. Dhe pjesa që më ka stimuluar më shumë është afirmiteti se sa i ngjajnë personazhet individit që unë jam duke i vendosur foton dhe duke parë fëmijën tim që ai e dallon direkt veten e tij, kjo gjë më ka ndihmuar të eci dhe më tej, sepse më ka dhënë një lloj force dhe nuk kam pasur më dyshime. Është ndryshe perceptimi se si e shikon një i rritur një imazh dhe se si e filtron një i rritur, ndërsa fëmia shikon gjërat që e gëzojnë. Fëmia shikon ngjyrën, fëmia shikon buzëqeshjen, fëmia shikon që aty ndodhet një top, që aty ndodhet një mace dhe nuk shikon detajet të tjera të cilat vetëm një i rritur i shikon. A mendoni se ky libër do ishte dhurata ideale për të gjithë fëmijët i dhuruar nga prindërit e tyre? Unë mendoj se ky është një libër i cili i jep fëmijës mundësinë të ulet dhe të mendoj pak, se përveç se e shikon edhe i shfleton faqet, ai mund të rritet të mendojë, ua sa bukur, unë mund të bëj dhe gjëra të tjera, mund t'i hapi një dritare fantazia. Ne gjithmonë mundohemi që të çojmë dhurata tek familjarët tanë dhe shikojmë shpesh blejmë një libër që shikojmë nëpër rafte apo blejmë lodra që janë gjëra konsumi, ndërsa ky ngelet si një libër album dhe duke qenë se është dhe në karton si format, do jetë një libër që do ngeli gjatë. Dhe këtu ja ku e kemi një libër që ju do na tregoni pak nga ai. Po, ky është krijuar në mënyrë interesante, se po mendoja si të bëj diçka që me vërtet të angazhohen fëmijët dhe ta shikojnë me interes, dhe thash të fusim pak edhe mami dhe babin. Po parë edhe mami dhe babin aty, thonë, sa
kurse bukur përveç se vetes së tyre, domethënë njerëzit e tyre më të dashur mami dhe babi janë. Dhe brenda në fund ka një faqe interesante që do të shfletojmë së bashku. Pra, këto librat unë i vendos një dedikim që shkruajnë edhe vitin edhe kohën, që gjithmonë kemi pas shkruar kur dhuronim një libër, në çfarë periudhe është dhuruar libri. Kështu që le ta rikthejmë edhe një mënyrë si dikur. Këtu është mailin me mamin, me babin, mailin po këndon me babin, po bën biskota me mamin, dhe të gjitha aktivitetet pastaj që mund të bëjnë gjatë periudhës së vitit të ri, që luajnë me borë, që përgatisin dhuratat, që shkojnë dhe luajnë me akull. Ka pra aktivitete aq të lezetshme, sa që unë mundohem të përmend ato më interesante dhe më aktive, të sigurisht të pinë një çik çokoladë, se fëmijët e kanë shumë qef këto. Në fund pastaj kam vendosur që të shkruaj një letër për babagjyshin, kështu që këtu brenda në libër ju kam shkruar edhe një mundësi për të vendosur letrën që duan t'i nisin babagjyshit. Ata persona që kanë marrë librin dhe kanë porositur, ja kanë dërguar tashmë babagjyshit dhe sot në darkë janë duke pritur dhuratat, kështu që mendoj se do ishte interesante sikur çdo vit të mundemi të jepnim fëmijëve atë mundësinë që shiko, ti mundesh të vendosësh për gjërat që ti do. Ti mundet të kërkosh, jo në mënyrë të dhunshme, por që ti ke mundësi të flasësh dhe të thuash ato që ti ke dëshirë të realizosh në zemra. Dhe në fund do doja nga ju një mesazh për natën e ndërimit të viteve, për vitin e ri që vjen dhe për të gjithë prindërit që duan të surprizojnë fëmijët me këtë libër. Unë uroj që ky vit të sjellë sa më shumë dashuri për të gjithë familjarët. Është një vit që lam mbase i vështirë për shumë familje, por le të shpresojmë që çdo vit që vjen na sjell neve dëshirën që do ecim përpara. Do ecim përpara dhe do ja dalim me çdo kusht. Faleminderit shumë që na dedikuat pak kohë ne sot në ditën e ndërimit të viteve. Ishte kënaqësi të ndodheshim këtu të zbulonim pak nga familja juaj e ngrohtë. Shumë faleminderit. Uroj që të keni emisione sa më të bukura dhe pse jo dhe të shkoni në familje të tjera të njihni nga afër, sepse mendoj që emisionet këto duan. Duan njerëzit e vërtet, duan njerëzit që janë të thjeshtë dhe që duan të transmetojnë atë dashamirësinë që bota ka dhe njerëz të mirë.